Gjykata kushtetuese ka lënë në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra. Pas afro 10 orësh diskutime në dhomë këshillimi, gjyqtarët votuan, por rezultati ishte 4-4, me që kushtetuesja aktualisht ka vetëm 8 antar dhe për një vendim duhen të paktën 5 vota, nuk u arrit shumica e nevojshme. Kjo do të thotë se ankimi i kryeministrit Edi Rama rrëzohet dhe mbetet në fuqi vendimi i GKK-s për pezullimin e saj. Kryeministri kishte kërkuar zgjidhjen e një konflikti kompetencash mes ekzekutivit dhe gjykatës së posaçme, duke argumentuar se pezullimi i një ministri nga detyra cënon kushtetutën, pasi prek kompetencat e kryeministrit, të kuvendit dhe të presidentit. Sipas qeverisë, një vendim i tillë krijon vakum institucional dhe dëmton funksionimin normal të pushtetit ekzekutiv. Nga ana tjetër, SPA ka mbrojtur qëndrimin se masa e pezullimit është proporcionale dhe domosdoshme për të shmangur rrezikun e ndikimit mbi provat në hetimin penal. Sipas prokurorisë, rikthimi i Ballukut në detyrë mund të rrezikonte integritetin e hetimeve për shkelje të barazisë në tendera publik. Çështja filloi në tetor 2025, kur SPA regjistroi Belinda Ballukun si të pandehur për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera publik. Më 11 nëntor 2025, SPA kërkoi nga GKK pezullimin e saj nga detyra, me arsyetimin se mund të ndikonte në provat e hetimit. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën dhe vendosi pezullimin. Më 21 nëntor, qeveria ju drejtua gjykatës kushtetuese, duke kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi. Në 12 dhjetor 2025, kushtetuesja vendosi pezullim të përkohshëm të masës dhe riktheu Ballukun në detyrë deri në vendimin përfundimtar. Ndërkohë, më 16 dhjetor 2025, SPA i kërkoi kuvendit autorizimin për arrestimin e saj si deputete, që nënkupton edhe heqjen e imunitetit parlamentar. Gjatë janarit dhe shkurtit 2026 u zhvilluan disa seanca të gjata në gjykatën kushtetuese. Më 22 janar palët përballën argumentet. Qeveria e cilësoi pezullimin si antikushtetues dhe paralizues për ekzekutivin, ndërsa SPA këmbguli se masa është e nevojshme për të mbrojtur provat. Më 27 janar dhe më 3 shkurt, gjykata u mplot sërish por shtyu vendimarrjen për shkak të mungesës së konsensusit. Në njoftimin zyrtar, gjykata kushtetuese theksoi se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 i kushtetutës në lidhje me nenin 73 për deputetët, sipas vlerësimit unanim paraprak. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit nuk përfshihet ndalimi i zbatimit të masës së pezullimit nga detyra. Megjithatë, mbi thelbin e kërkesës pati dy qëndrime të ndara. Një pjesë e gjyqtarëve argumentoi se duke qenë se ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit, çdo masë që prek funksionin e tyre politik, përfshirë pezullimin, duhet marrë autorizim paraprak nga kuvendi, në mënyrë që të ruhet balanca e pushteteve. Qëndrimi tjetër ishte se interpretimi i imunitetit duhet jetë i ngushtë sipas frymës së reformës kushtetuese të vitit 2012, e cila synoi kufizimin e tij, me që kushtetuta parashikon qartë vetëm disa masa që kërkojnë autorizim të kuvendit dhe pezullimi nga detyra nuk përfshihet shprehimisht, atëherë kjo masë mund të zbatohet pa një autorizim të tillë. Çdo zgjerim i garancive sipas këtij qëndrimi i takon ligjvënësit kushtetues. Për shkak të ndarjes 4-4, gjykata nuk arriti shumicën prej 5 votash për të marrë vendim në favor të kërkesës së kryeministrit. Si rezultat, kërkesa u rrëzua dhe vendimi i GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut mbetet në fuqi. Vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi me votimin në fletoren zyrtare, ndërsa arsyetimi i plot do të publikohet brenda afateve ligjore.